lobimi nuk i ka ecur, dhe ata nuk mbyllin më, po kjo shpallje lufta, dhe ata nuk mbyllin më syt për trafikun e drogës dhe lidhjen e shtetit me të, nuk mbyllin syt për zgjedhjet, dhe nuk mbyllin syt duket as për çështjen McGonigal, e cila është rihapur përsëri. Sepse vetëm McGonigal të marrë, sikur mos kishte ndodhur asgjë tjetër, një vend mik, antar i NATO-s, të korrupton zyrtarin më të lartë të kundër zbulimit, po si mund të qëndrosh me ti? Po çështja McGonigal është hapur. Dhe Rama i ditë të treja këto, dhe po mban këto qëndrime që unë përmenda publike dhe... Jeni dakord me zotin Bunçi? Tani, unë mendoj që... Ju dakord si jeni, e di, po pse nuk jeni? Investimi më i rëndësishëm amerikan për momentin është SPAK-u. I cili po atakohet nga politika dhe veçanërisht nga Partia Socialiste tani. Raporti me SPAK-un i forcave politike në Shqipëri është shumë i rëndësishëm dhe në fokusin e politikës amerikane. Po tjera përsa janë historira po themi të shpikura ose interpretime që burojnë nga naiviteti që Rama po punon për opozitën edhe po i shpall luftë Amerikës. Kur Amerika nuk e bëri aksionin Maduro në Shqipëri në 96-ën, dhe kur Amerika i tha opozitës dilni nga zgjedhja 26 maj, është komplet pa vend që të krahasosh situatën venezueliane me Shqipërinë, situatën Shqipëri sot.